Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Të gjitha falëndrimet, lavdrimet, adhurimet tona të kon Allahut azza wa jalla, sa paqja dhe bekimet e tij qofshin mbi Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, bi familjen, shokët dhe të gjithë ata që ndjekin këtë rrugë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Vëllezër të nderuar, sikur që e keni edhe para duarve të juaja një prezantim shumë të përgjithshëm në lidhje me temën që do të flasim sot. Tema që është përcaktuar që të flasim sot rreth saj ka të bëjë me muajin Ramazan. Nga njëra anë dhe në anën tjetër ka të bëjë me një temë të rëndësishme që ndërlidhet me muajin Ramazan. Aja është tejkalimi i sfidave. Normalisht nëse e marrim vetëm zbërthimin e titullit, do të na merr mjaft një kohë të konsiderueshme. Çka ne kuptojmë me zbërthimin e titullit? Ne kuptojmë vetëm dy gjëra themelore. E para, tejkalim. Çka ne kupton tejkalim? Kur një njeri konsiderohet se e ka tejkaluar një sfidë. Kjo është e para. Dhe e dyta, çfarë problemi mund të jetë ai që mund të ngritë deri nivelin e të qendrit sfidë. Andaj çdo send nuk është sfidë që e sfidon e provokon besimtarin, por ka diçka të posaçme. Andaj vetëm me këto dyja më marr, mendoj se është temë në veti. Në anën tjetër, edhe ato që meritojnë të emërtohen si sfida, edhe ato pastaj janë një numër i konsiderueshëm. Nuk është e lehtë dhe e thjeshtë brenda një ore të flitet për sfidat. Duke pas parasysh natyrën e kësaj teme dhe ngarkesës që na vije vetëm nga titulli, un kam përzgjedhur që titulli kështu të mbetet. Mirë po të mirë me një punë tjetër apo me një temë tjetër që është ngushtë e lidhur me temën dhe mendoj se është vendimtare për tejkalimin e sfidave. Ne si musliman, në qoftë se tash e bëjmë një farlloj anketën mesin tonë dhe dëshirojmë që të dimë se çka është sfidë për një musliman, veçanërisht ajo që ka të bëjë me muajin Ramazan. Unë mendoj se në 90% të rasteve do të jemi të unifikuar. Do të kemi sfidat e përbashkëta. E dim çka është sfidë dhe e dim çka e sfidon agjërimin ton, çka e sfidon Ramazanin ton, çka mund ta rrezikon agjërimin ton, çka mund ta zbe këtë shpërlim. Ne e dim këtë. Andaj nëse flasim për sfida, sikurse për shembull ulja e shikimit në Ramazan, pastaj ruajtja e kohës në Ramazan, kjo sfidë është. Apo shfrytëzimi i kohës, kjo është sfidë për një musliman. Pastaj për shembull gjithashtu është vapa, si me e rujt veten që vapa mos me plagështu besimtarin që me e lodh në adhurim, edhe kjo është sfidë e kështu me radhë. Unë mendoj se me folna për sfidat dhe rrezikun e tyre është një përsëritje e diçkave që kena folur në vazhdimsi. Prandaj tek ne është një bazë, tek ne është themel i mjaftueshëm për të kuptuar çka është sfidë. Tash na duhet diçka tjetër që me lejen e Allahu xhallahu ala na ndihmon që ti të kalojmë këtë sfida. Do të nuk qenë ka problem tek ne dituria. A ka dikush këtu për shembull në këtë sallë, i cili për shembull nuk e ka paramenduar se ulja e shikimit mund të jetë sfidë për agjërim, ose nuk e ka paramenduar se koha nuk mund të jetë sfidë. S'ka kështu. Po mendoj s'ka tek ata që mendojnë pozitivisht me shfrytëzuar Ramazanin. Andaj tek ne ekziston detyria. E pse pra po vanohet përmirësimi?
pasi që dituria ekziston. Bile spaku për një përmirësim më të madh dhe për një gjendje më të mirë që kemi dituri. Unë mendoj se gjatë analizës së bërë për gjendjen tonë se na kemi tejkalu krizën e dijes dhe të informatave. Tash e kemi krizën e vullnetit. Na dije kemi, po vullnet për me zbatu këtë nuk e kemi. Prandaj sikur që deri më tani kena folur për diturinë dhe për informata që duhet me kon, tash duhet t'i kushtojmë një fazë bagit gjatë madhe të flasim për vullnetin. Prej ka duhet të motivohet një musliman për ta praktikuar dijen që e ka. Mendoj se kjo është shumë e rëndësishme ta kuptojmë. Dhe i shton rëndësi kësaj, edhe më tepër, një pikë që e kam përmend shumë shkurtimisht aty, po mendoj se është rregull i art nëse ne e kuptojmë drejt. Fatkeqësisht ose para fjalës fatkeqësisht po them fatmirësisht, është se Allahu xhallahu ala obligimi që na ka ngarkuar me to, vëllezër nderuar, i ka bërë mjete për të kalimin e sfidave. On s'ka ibadet që Allahu xhallahu ala na ka obliguar me të, e i cili në qoftë se shfrytëzohet drejt, nuk ndihmon me të kalu sfida. Është e pamundshme. Namazi është i mjaftueshëm me rënë bajgit të sfida që ti ki sot si musliman. Pastaj agjerimi një goditje rënon bajgit të tjera. Por fatkeqësisht tash, po them, tek muslimanët mjeti që është përcaktuar për të shërbyer për të kalimin e sfidave, tek muslimanët është shndruar sfidë në veti. Kjo është problem. Andaj në vend se me përdor Ramazanin për të kalimin e sfidave, në vetë Ramazani kena bërë sfidë, çysh me agjeru dhe me kalu çysh duhet atë. Kjo është problemi. Namazi është përcaktuar inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Allahu xhalla wala thot namazi ju largon nga punë el fahsha, punë të dyta, wal munkar, punë të irrituara, të ndaluara. Do thot është mjet që këtë çka të sfidon këtë medan, namazi me lenë Allahut ndihmon me kaluar. Mirpo tek ne namazi vetveti është sfidë. Qysh me rujt në kohën e vetë, qysh me rujt në xhamat, ku është përkushtimi, vetveti u bërë sfidë. Andaj duke u marrë me mjetin, apo se si me të kalu, është pa aftësu ky mjet që të na ndihmon të kalimin e sfidave. Prandaj ky është problemi që duhet me të vërtet seriozisht të mirëm me të. Andaj dy janë probleme që unë i ceka këto. E para është që tash të flasim për vullnetin, po aq sa kemi fol për dijen, dhe gjithashtu të tentojmë që mjeteve t'u japim vendin e merituar që të funksionojnë normalisht për çka janë përcaktuar. Apo e jo të shndrohen diçka tjetër që nuk janë për atë punë. Prandaj Allahu xhallahu ala në surën Taha thot: "Taha ma anzalna alayka al-Qur'ana litashqa." Taha, nuk ta kemi zbrit ty Kur'anin për me të vendosur sfida rrugë litashqa, me ta rëndu jetën, jo. Mirë, po e kemi zbrit për diçka tjetër. Allahu xhallahu ala thot tek ajetet e surës Bekara të kagjerimi. Yuridu Allahu bikumul yusra, wala yuridu bikumul usr. Allahu dën tua lehtëson me këtë agjerim, jo tua vështërson. Mirë po gjendja faktike e muslimanëve prezanton kanë të kundërtën. Se Ramazani është bërë vështirësi, fatkeqësisht. Është bërë pengesë, është bërë sfidë, jo lehtësim që e ka dëshiruar Allahu xhallahu ala. Dhe shumë interesant të ndëruar tek fjala yuridu Allah. Kur Allahu xhallahu ala thot Allahu dëshiron, yuridullah, ju e dini se irade, dëshira Allahu xhallahu ala është sa lloje? Është dy lloje. Është kaunia, kosmologjike dhe është shar'ie, është shariatike. Karakteristikë themelore e dëshirës së Allahut kosmologjike është se ajo kur Allahu don në rrafshin kosmologjik kun fayakun, ndodh dhe bëhet. Ndërsa në shariatik, Allahu flet çka dëshiron dhe për çka ju ndihmon, por nuk garanton realizimin e saj. E kur Allahu thot për Ramazanin, se Allahu dëshiron tua lehtëson, ka të bëjë me shariatike, jo me kosmologjike. Andaj unë ua kam lehtësu juve dhe ju përkrahi, mirë po realizimi i këtij lehtësimi varet për juve. Për këtë arsye kjo shumë rëndësishme ta kuptojmë. Se Allahu kur thot se Allahu po do mua lehtësu juve, don ky lehtësim nuk kupton dy gjëra themelore. E para, se në aspektin legjislativ, të gjitha dispozitat e përcaktuara për këtë obligim janë shërbim të lehtësimit. Janë në shërbim të lehtësimit. Dhe kjo nuk kupton se Allahu don t'ua lehtëson.
Dhe gjithashtu kuptimi i dytë i lehtësimit është se Allahu xhallahu ala ju përkra juve në drejtim të lehtësimit. Dhe kjo është mjaftueshme. Andaj mbetet që ne të shërbim të lehtësimit me vullnetin e fituar apo dhe duke i kthyer këtë obligime në vendin e merituar. Prandaj mendoj se çdo duhet me fol dhe për këtë temë duhet të flasim, e jo që të marrim të zbërthejmë çysh agjëruesi e ul shikimin, tani me fol. Çysh agjëruesi e ruan kohën. Po këtë më rëndësi, sahi. Mirë, po na kena para kësaj problem tjetër që mendoj se nëse nuk mirë me këtë problem, çdo Ramazan kena me pasur me fol çysh me ul shikimin, e mërujt vakte, mu fal më shumë, me lezu Kur'ane gjithmonë apo. Prandaj kjo është një hyrje e domosdoshme që duhet ta kuptojmë. Do të thotë vullneti dhe gjithashtu shndërrimi i adhurimeve si mjete për të kalimin e sfidave, shndërrimi tyne prej të qenëve sfidë në mjete tamam sikur se u takon për të kalimin e sfidave. Kjo është hyrja që dashta më e bën në këtë pjesë. E dyta që ka të bëj para se të filloj te pikat. Pasi që kanë vendosur me fol për Ramazanin dhe shndërrimin e Ramazanit në ushqimin e zemrës me vullnet. Tash po dëna praktikisht përmes pikave të caktuara të provojmë këtë Ramazan që Ramazanin ta kthejmë pej sfidës në mjet që na ndihmon me të kaluar sfidën. Çush këtë e bëjmë? I përmani pika në vim. Veç dua të them vëllezër nderuar apo. Shembulli jon këtë rast i ngjan njëri i cili paramendon njëri i cili është në fund të një kodre dhe kërkohet nga ai mund ngjit majë të kodrës. Rruga ekziston dhe ai ka para veti kerrin, makinën atë. Edhe shikon majën e kodrës dhe thotë vetë dyqysh ngjitna, po çit kerr çish më apo me ngjit atë. Apo nga se e kupton se duhet me bardh në shtëpinë me ngjit. Andaj një mjet që jo vetëm që e bën ai vetën e vet, s'ke nevojë ti me e bajt, po ty të bën e shndron në sfidë i cili e pamundson mund ngjit ku duhet apo. Andaj ne çështoj e këqyrëm, unë vetë dyqysh ja bëj, po me ngjinim të çish më apo. I themi ngjinimi është mjeti. Ti veç hyp në taj të bën ku don ti aftën. Qëse din me shfrytzu normal. Qëse din me i gra këtë kerrë aftën. Andaj neve që kena duhet aftën. Që mos të konsiderojmë problem me ngjinim të shkram ngjit. Jo, po të konsiderojmë vetën ton problem, a do të kemi mundësi që ta përdorim mjetin në mënyrë të duhur për të ngjitur atje ku duhet. Dhe pika që ulemat i kanë përmendur në këtë drejtim janë të shumta. Unë kam dashur mi përmend disa pika shumë të përgjithshme, të cilat kanë të bëjnë edhe me Ramazanin, por mund të shërbejnë edhe jashtë Ramazanit. Do të thotë janë pika universale. Mund të bëjmë ndërlidhjen e duhur mes këtyre pikave dhe Ramazanit, por mund të bëjmë edhe ndërlidhje mes këtyre pikave dhe çdo obligimi tjetër që ne dëshirojmë ta përdorim drejt për të na ushqyer me vullnet. Edhe pse çështja e vullnetit, ambicieve, motivit është më të vërtetë temë e madhe, ulemat kanë shkruar libra, apo çysh besimtari motivohet dhe ushqehet me vullnet për të ecë përpara. Kjo është temë në veti, kjo mendoj që meriton seminar në veti. Për temat e shumta që mund të trajtohen këtu. Mirë po, unë i kam përzgjedhur disa pika që thash janë më tepër të karakterit universal, se sa të ati special për Ramazanin. Por do të mundohem që pasi që tema është e Ramazanit, do të mundohem me lejen e Allahu xhallahu ala të bëjnë ndërlidhje me Ramazanin. Andaj çysh kena mundësi që Ramazanin ta përdorim si mjet për të na motivuar, për të na ushqyer me vullnet në te kalimin e sfidave e jo që të jetë e kundër sikurse e ceka. E para, pikë që e keni para vetë aty është se njeriu zakonisht apo në qoftë se kur sukses me një mejdan, për shembull, një punë të vogël bën biznes me 10 euro. Dhe kur bën biznes me 10 euro, i fiton 10 tjera. Apo që ky 10-shi, sa i 20 janë pak, po motivohet me një anisash me ka 100. Apo se suksesi e çon çati apo. Andaj ti që si të vogla kin Ramazan, po ndoshta nuk i vren, nuk i përdor. Vetë fakti se ka agjëru, kur gjë s'ke bo. Apo është një sukses që të ushen me optimizm për vullnetën e muj hala me bo. Dhe në kuadrë që asaj, që ati sukses dhe optimizmi, kyqish me tira të përën. Problemi është se kur ti, për shembull, neglizhan, nënvlerëson sukseset, edhe dëshën ti qasër disa sfidave në mënyrë të pavarur, kështu s'munësh. Nuk munësh. Për shembull, hajt thuj një njerit i cili edhe ka familje të madhe.
edhe ka pasuni, edhe ka njofsi, këti ka, thuj këti njeri, për shembull, a mundesh me e kry qëtë punë, mirë, po mos llogarit në kreballëk, mos llogarit njofsi, mos llogarit në para që këti kish bllokume, po veç ti vet. A mundesh me bëu diçka? Shumë është i kufizuar. Mirë, po liraja llogarit apo liraja njofsi që i ka dhe në hijen e asaj që ka thuj, a mundesh me bëu. Ai me automatizëm ku e qenë menave? Thot, moj me bëu se këta e kam, çu shtat. Pra e dua të them që ajo që e para duhet ta përdorim në Ramazan është se në Ramazan çdo musliman e kur ka i sukses atë. Është pa mundshme njeriu të jetë definitivisht në gjitha rrafshat të jetë i dështuar. Nga se vetë agjërimi, vetë të privuar nga ushqimi dhe pija, nga syfyri deri në iftar është sukses në veti. Dhe unë kur e kurri këtë sukses, a përshë, kjo më shenë me optimizëm, kjo optimizëm jam vullnet. Pra e që në qëtë e kemë, në të qëka s'kemë, në duhet këta me marrë me përdojë për me jetë që të apëtën. A përshë që në po mësha, që e provova, e kom prejkë suksesin e afrimit e kalao me durët e mi apëtën. Dhe optimizmi që unë e fitoj në këtë rast, me lejnë Allah Gjallola me jep mu motiv dhe vullnet për të vazhdu edhe më tutje. Edhe kjo pikë është e gjanë, i ka ato ndërhyrët e veta dhe i ka degzimet e veta, por unë i kam edhe 9 pika tjera, s'po kam që fasë një me me të pas sharuapën. E dyta, që e ushqen vullnetin dhe në ndihmon që Ramazanit në ndihmon të kalimin e sfidave është durimi edhe sakrifica. A ka mundësi një njeri me agjeru pa durim? Nuk ka mundësi. Është e pa mundëshme. Një njeri që s'ka sabër, a mundet? Nuk mundet. Andaj, gjatë agjerimit, ti e ki durimin, ti e ki durimin dorë e ki. Mirë, por edhe për punë tjera që ty duhet me bu, që këtë durim duhet, përdojnë se e ki në dorë, se të ka artë ti. Do të nuk ki nevoj ekstra energji me hargjit për durim, nga se veç agjerimi është duke të afru që të durim. Tash e ki shansën, përdojnë. Ama për shembull na me kërku durim special për agjerim, edhe ballë që ka qmo, durim special pastaj për kjo problem atë. Mirë po une, për riso kam durim me agjeru, për ri pa buk, pa uj, pa gjera themelon jetën time, atëra qitë njëtë ndurim përdore kur vije puna për shikimin, kur vije puna për kohën, përdore se e ki në dorë, nuk duhet ekstra energjia, se agjerimi po të afron të jopën. Ti se ke marrë atë, a se ke lyp, po vetë fakti që i agjerushëm, durimi ty po të vjen. Është furnizim, është hedije dhurat e Ramazanit. Prandaj, për shembull, në çdo sfidë, merre edhe shkruaje, për shembull, në fletën tonë atje që e ki. Sfidat e mia në Ramazan. Shkruaj. Sfida e para, këtitin që ka ki sfida atë. Shkruaj 1, 2, 3, 4, çka ti e sheh që është problem këtë Ramazan për ty jopën? Çka do kop, shkruaj. Sot që dalin 10, 15, 6, 9, 20, sa problem. Pastaj, kur ti shënosh problemet që kanë gjatë Ramazanit, qëra në cilën nuk dvin durimi, edhe heqe. Në njën a ka dikon që nuk duhet sabri. Në gjitha duhet. Ndërsa agjerimi ta jep fal. Do nuk duhet ekstra. Prandaj çat fuqi të durimi që të jep agjerimi, çata vëlla, çata përdore. Prandaj pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ndëruar, ne s'kena menuar për këto sekretet haditheve. Pse ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, meditoni me mua zbarku këtë hadith. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, për agjerusin një varg vlerash, ndërto ka thonë, e kur ndokush e shan apo e provokon. Ta çka duhet tu? Takat, fuqi, ja duhet sabër. Apo çka ka thonë përse? Falyakul inni mru'un sa'im. Le të jem agjerueshëm. Vetë deklarata se është agjerueshëm apo është një promovim i durimit që ty duhet në këtë kohë. Prandaj përsa si e ka lidh pejgamberi sallallahu alajhi wasallam statusin tënd si agjerues apo me durimin e kërkuar në situata kur provokohesh. Prandaj na nganjëre jena agjerueshëm dhe dikur na provokon e harrojmë fuqinë si agjerues dhe tentojmë me fuqi tjetër me intervenu. E kena problem se kem. Mjafton që ta aktivizosh agjerimin. Çish aktivizon si durim? Po thosh subhanallahu, un po rri pa bukë pa ujë, që po vin më shumëte, durim po bëj, e s'po bëj sabër çinjeria. Pse më ja kthy këti, ky tash me duke ja kthy këty, duke
ushtyn me këtë me fjalë, dikush tash më ma cenu urin që po rri aftën. S'ja lejen këta. Andaj durimi që e ke gjatë agjerimit ndihmon me të kalu pastaj sfidat. Çfarë do qofsh ato? Për shembull, shikimi, a e zbe shpëlimin e agjerimit? E zbe në mos të madhe. Me Ibn Hazmi thotë e prish. Gibeti Ibn Hazmi thotë e prish. S'është ky mendim i saktë, apo po ka ulema kanë qenë Ibn Hazmi thotë gibeti e prish. Njësi më ngërbuk është. Shikimi është ashtu. Sahi, nëse po themi që e prish sikur se më ngërbuk, mirë po s'u themi që në rregull është këtë. E zben mos të madhe. Madje ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, rubba sa'imin, sa ka agjërues që nuk ka nga agjërimi i tij pas çfarë braktisë të ushqimit dhe të pijes. Do thotë, po kërkoj diçka tjetër nga agjëruesi. Dhe unë kur tash ton këtë sabër për bëj, për më agjëru, e tash pesbej këtë fuqi të agjërimit tim, perronej këtë shtëpi të agjërimit tim për një provokim të jashtëm, nuk e leje kur. Andaj turimi që ti po e tregon për agjërim mund të përdoret dhe është shumë funksional për të përdorur edhe në raste të tjera për çdo sfidë që ty duhet me qenë i durueshëm. E treta që na duhet është që na ushqen me vullnet, me ambicie për ta praktikuar ato çka e dim, çish duhet të largohemi nga ajo që është e dëmshme, se na duhet tash vullnet dhe motiv, është gjithashtu besimi në Allahun xhallahu ala. E po këtë besimi ka një kuptim më special, jo vetëm ai përgjithshëm apo. Çka nuk kupton besimi? Edhe pse është i ndërlidhur me vullnetin. Fillimisht shikoni pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë men sama ramadana imanan. Kush e agjeron Ramazan me besim. Ta dikush ka mësim në psa ka dikush që s'ka besim në gjinëna? Na kena me besim e s'ngjinojnë. Apo e lemon pa besim. E po pse ka përmend këto? Mos o tepër ke imanin këtu. Do thosë, po thuaj se na po e kuptojmë se po na kallzon diçka që na e dim. A thotë që pejgamberi sa? Ja, s'flet kështu. Nuk na kallzon diçka që na e dim. Nuk bën ai përsëritje. Po gjithmonë çdo fjalë të pejgamberit sa ka diçka tre që na duhet me kuptuar. Andaj thot pejgamberi sa men sama ramadana imanan. Kush e agjeron Ramazan me besim, do të na duhet një besim. Cili është ky besim? Besim që të motivon ty, të jap vullnet për këtë sfida me të kalu. Fillimisht besimin në emrat e Allahut, edhe cilësitë e Allahut xhallahu ala. Tregon në vllaznin një njeri i cili apo agjeron për hir të atij që ka emrin e ka sabur. Apo unë pa agjeroj për hir të çtij që ka emrin sabur. Do thotë edhe unë çfarë bëjnë raport me të dhe ai përsëri më jap dhe kujdes me mua. E pse unë mos të motivohem nga ky emër për të qenë sabërlin ndaj dikujt tjetër? Unë pa agjeroj për hir të atij që ka emrin El Hafidh. Çka është El Hafidh? Po ai që na ruan e ka një kuptim, po është edhe kujdestari i veprave tona. Apo do të thotë, a nuk motivohesh ti që duke agjeruar për hir të Allahu xhallahu ala i cili ka emrin El Hafidh, që çdo vepër që të bësh, e din se me automatizëm deponohet tek Allahu dhe ai ka marrë përsipër me i rujt të vepra. Nuk mundet askush ti prish, pas në çdo ti prish, a nuk është kë motivim? Wallahi është motivim i madh. Edhe kështu me radhë fut në funksion çdo emër të Allahu xhallahu ala, cilësitë të Allahu xhallahu në ushqimin e zemrës dhe shpirtit të tij me motiv dhe vullnet të kërkuar për të kalimin e sfidave. Kjo nga një aspekt. Në anën tjetër, ne sot shohim në botën perëndimore, nga se vullneti u ka humbur njerëzve më të madhe. Munduan me i stimulu me lloj stimulimesh. Andaj për shembull, në teknikat bashkëkohore që përdoren sot në botën perëndimore për motivimin e njeriu të bashkëkohor, a dini ku kanë arrit? Kanë arrit deri në këtë mas, duke i thënë njeriu se duhet ta programosh veten tënde, një sikur se programohet makina. Nga sa ata nuk besojnë në ndjenja, nuk besojnë në shpirt, për ta njeriu është një aspekt fizik, mekanik veç, apo. Prandaj edhe krahasojnë shpesh herë me aparate mekanike. Apo një sikur se kere që funon sikur se kjo çashtu. Prandaj ata thonë, programoje veten tënde se ti mundesh. Në shumë
studime të shkencëtare të mëdha perëndimor. Thonë në qoftë se njeriu, që ata qysh e ushqin vetëm me vullnet. Ata thonë, në qoftë se njeriu me 10 gjatë ditës sot rrim para kësaj sfide. Thotë, unë mëj me të kalu ty, unë mëj me të kalu ty, unë mëj me të kalu ty. E ushqen vetë motivohet dhe pastaj futet në funksion e kalon. Ata kështu teorikisht thonë ata. Mirë po. Ku është problemi më i madh? Po, kjo e para është problem. Po problemi më i madh pason nëse kur ti jep zor, mas cën të mushje dështon ata. Pastaj pason vetrasja, pastaj pason thyrja psiqike, pastaj pasojnë depresionet katastrofale që thjesht janë bërë veçori e këtij shekulli. Pse? Se çka ka më saj? Nëse besimtari motivohet me emrat e Allah xhallahu ala, por e din se edhe pas përpjekjes, nëse ndodh dështim eventual, ai thot qaddar Allah. Dhe kjo është prehje shpirtërore për të që jap dështimi i jap fuqi besimtarit. Jo vetëm suksesi, unë thash po optimizmi është e para, suksesi, por na duhet edhe nga dështimi të formojmë fuqi për të vazhduar. Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al, ne kam sukses, që është caktimi i Allahut, unë mora sebepet, u mundova. Caktimi i Allahut është tash vazhdoj apo. Prandaj kur ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se janë nda emnat apo banorët e xhenit të xhenemit janë nda, tash ka thënë një nga ashabëve, një prej ashabëve ka thonë, atëherë pse të punojmë ja Rasulullah mos janë nda? Shiko, e ka kuptuar kaderin si pesimizëm. E ka kuptuar kaderin si një arsyetim për mos punu. Ktu ka internu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, jo, i'malu, punani, fa kullun muyassarun lima khuliqa la. Gjasë çdo kujt i lehtësohet ajo për çfarë është kriju. Apo andaj edhe pas dështimit të lehtësohesh me shku te suksesi. Prandaj unë Ramazan provoj një herë. Dhe nëse nuk e arri sa du, ky dështim, duke besuar në Allahun se për hir të Allahut pa xheroj, dhe Allahu ka caktuar, besoj se qaddar Allah ka qenë, tash vazhdoj përpjekjen e re aftën. Prandaj edhe dështimi në njën e besimit mund të shndrohet në një shkallë për të ngritur më lart drejt realizimit të qëllimeve aftën. Prandaj besimi në Allah xhallahu ala në dy aspektet, edhe në aspektin thash të emrat të Allahut, po edhe në aspektin e kaderit shërben si motiv dhe vullnet për të vazhduar besimtari përpara, për të thyer sfidat, për të kaluar sfidat që i dalin përpara. Tjetra që është që na mësojnë ulemat, çysh njëri me e ushqy vetë me vullnet, me motivu vetën, është duhet njeriu vëllezër nderuar që gjithmonë t'i flet vetes për të mirë aftën. Dikush thot po kjo është çysh po më duket, jo. Shikoj sa i ka rëndësi pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mi fol vetes për një sukses, veten me motivu. Dhe tash është sqaroj sa ka lidhje kjo me agjërimin. Njërë si rregull universal i përgjithshëm. Ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, "Men lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsuhu bil ghazwi mata ala shu'batin min an-nifaq." Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kush nuk ka luftu kurr. Kjo është praktikisht ka luftu. E dyta, nuk i ka fol vetes së tij kurr për luftë, vdekje të nifakut. Prandaj na mëson pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, se unë gjithmonë i fol vetes time. Unë për shembull merr një sfidë, çfarë dush. Unë përsëri shpesh ndoshta çështën e shikimit, për shkak se po vijnë shumë pyetje në këtë drejtim, po çdo sfidë tjetër. E thuje si lloj marrëveshje interne të brendshme mes teje me Allahu xhallahu ala, se unë po i flas vetes se kam elon. Unë do të ushqej vetëm me vullnet për ta braktisë. Ja se njeriu do të ushqehet me diçka. Ose me pesimizëm e tut veten se s'mundet kurr, tani kur vjen fakti në mes mundet, ose ushqen veten se mundet dhe kur vjen para urës e kalon me sukses pastaj inshallah. Çfarë lidhje ka me Ramazanin? Njeriu kur hyn në Ramazan, për shembull i flet vetes se kët Ramazan unë kam me godit natën e Kadrit. Ditë për ditë flet vetes tij aftën. Unë kam me godit me lejen e Allahut. Vetën e tij e mush veten tërësisht me shpresë dhe vullnet se unë kam me godit natën e Lejletul Kadrit apo. Në qoftë se 20 ditë e ushqen veten me këtë njet të vazhdueshëm të sinqert para Allahu xhallahu ala. Kur vjen 10 ditë i fundit apo, mendoj se do të jesh me më tepër vullnet
se në qofë se hitë si flet vetës dhe pret me rastësi me kalu dhe ditë që i fund të vërë. Besoj që ka dallim mes të parit edhe mes dytë, dhe kjo dallim është shumë praktik, mund i çdo kush për me provua. Prandaj njeriu din me ushqy vetën e tij me energji shumë pozitive, që i ndihmon pastaj të jetë i fuqishëm dhe i motivuar dhe me vullnet, por mund me ushqy dhe vetën e tij me energji shumë negative, që edhe ata pak fuqi që ka ja merr atë. Prandaj Allahu xhalla xhelalu na ka ndalu që me gjëra të paqena ta dobësojmë veten tonë atë. Po në të kundërtën na ka obligu që edhe çka që nuk është, të mendojmë mirë për të dhe ta fuqizojmë veten në hijen atij veprimi, edhe pse ndoshta Allah se kanë realizuar. Allahu xhalla wala thot: "Wala tahinu fi ibtigha'il qawm in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna min Allahi ma la yarjun." Allahu xhalla wala thot: "Wala tahinu", mos u dobësoni në kërkimin e armikut në luftë. Çish mos dobësoni? Tash ata janë më të fortë, më bëmë mbram më kaput dorën, tani më dham këtu. Ja, wala tahinu, mos e dobësoni veten para goditjes. Pse? In takunu ta'lamun, njëdhim t'juve, fa innahum ya'lamun. Ti pse s'po mendon që aty dhem si ty japën? Çe i met atje më, se met e para. Shikoj edukatën kuranore. Don ti mos mëna, veç ty që dhem. E pastaj mu dobësua la parë luftë. Jo, in takunu ta'lamun. Nëse ju dhem juve, fa innahum ya'lamun. Edhe aty ne ju dhem kama ta'lamun. Subhanallah, çu ju dhem edhe juve. Po edhe ju keni një përparësi, wa tarjuna min Allah. Përdhimtet e juve që ju dhem, ju shpresojnë tek Allahu se u kompenzon, ma la yarjun, ato që ata nuk e shpresojnë, andaj ata ka dhimbë në dy fish, fizike dhe psiqike. Ti bilesë psiqike se ki kur ngarkesë, se valla shkova poshtë, çto kur se ki. Pra ushqeje veten, motivoje veten nga brenda se unë me Elena Allah xhallahu ala do të jemi ndihmuar, i përkrahur. Unë kam me godit natën e katërt. Këtë Ramazan mu gjunat kanë më fal. Fali vetes për mbrana. Me lejnë Allah xhallahu ala e ushqen vetën me vullnet, me energji pozitive, para se të lejosh që shejtani ta mbush me ose nefsi me energji negative që ty pastaj të dobëson, edhe atë pak motiv dhe vullnet që ki ta shtir. Prandaj kjo është kuptimi motivuar e vetën në vazhdimsi duke i fol për rëndësinë e veprës, apo duke i fol për shëmtueshmën e veprës. Qysh atë me këshura? Pa din çka i bën kjo. Të fali vetën nga mbrana. Krijani dialog të mbrëmshëm për vepër të caktuar, qoftë mirë apo qoftë keqe. Vallahi nëse në vazhdimsi i folim vetë sa është e keqe kjo. Kur vije puna, do të jemi më të gatshëm të themi ju, se jena mush paraprakisht me vullnet të mjaftueshëm për shkak të folrit se nuk bën me bë këtë punë. Ose në të kundërtën jena mush me pozitivitet se duhet me bë këtë punë. Andaj kjo është për qëllim për këtë çështje. Gjithashtu ajo që e ushqen, po flas në kuadër të Ramazanit, e ushqen njeriu me vullnet është gjithashtu kryerja e adhurimeve. Dikush thotë po çka po na duhet neve, çish me bazë vetëm me krye adhurime, jo. Nuk kam përshtim me krye ato adhurimet, domethënë kuptimit të veprave të mira të Ramazanit. Por e kam përshtim se kur themi vepra të mira në Ramazan me bë, na nuk kuptojmë apo namazin me përkushtim, me fal gjatë, me lezu Kur'an, me ndiku, sikurse kena me përmend edhe tek pjesa e dytë. Unë them që u ushqej veten me vullnet, duke kry adhurime, edhe në qoftë se nuk janë të cilësisë së kërkuar. Apo mos e kushtzo veprën vetëm, mos e kushtzo kryen e një vepre me arritin e cilësisë së kërkuar. Le të jetë ndonë në faza. Faza e parë kryerja, faza e dytë cilësia, faza e tretë bashkimi mes kryerjes dhe cilësisë, që është dajnë faza më lehtë ki. Apo andaj kryerja e adhurimit, për shembull, një njeri i cili për shembull thotë unë s'moj më fal natën. Pse? Vallahi më qunë një herë, merr ke gjumi si kam me ato. Ky njeri a pritet në një herë me kur. I po njëri çoçë çashtu tu flet me syje, çashtu i lodhshëm herë, s'prish punë. Ama falo. Kur bëhet një kohë gjatë apo ki motivuar që sa kohë duhet të tash më anis apo tash e kam në far bazë unë. Tash unë mund të ngrit dikun. Dhe këtë ndihmon me shku matutja apo. Ne mos kushzo në fillim kushte që ti s'je me i bajt apo. I po Daje Kur'anin apo çaj një vjet, 2 vjet edukau me lezu Kur'an veç Allah se si na mësu me lezu na Kur'an Ramazan. Edukau veç ani kur s'po marr vesh, di çka ka bëu veç ani veç çështë këna. S'prish punë. Ama bënë një bazë diçkafit, që mi ta pastaj ndërton cilësinë.
Ama njerëz s'ka kur gjë heq. A mundet ai më hol për cilësi? Nuk mundet, ai s'ka nëse s'ka kur gjë heq ai. Njëherë fillojmë që sot pak më lodh, apo pak më zbet, tani nisëm në qit na kushte. Edhe këtë cilësi dhe këtë e kërkoj kështu më radh. Për shembull, një firmë e langjeve në Kosovë ose firmë e çado qoftë në Kosovë apo thjesht s'ka arritur standardet themelore me i përmbush për u plason tregun ndërkombëtar. Apo a mundet ajo për shembull? S'ka kur gjë njerë. Kërkohet. A mundet ajo për shembull tash me e kontestu cilësinë e firmave të mëdha ndërkombëtare që ato kanë vendosur standarde për cilësi? Nuk mundet atë. Mirë, po a është në rrugë? Po në rrugë se ka fillu. Është në rrugë. Ajo mundet me fillu me mendu se dikur unë e muj me bo diqka. Më në që s'ka kur gjë, a që atë kvalitet dopt hit se ka, ose s'paku s'ka kuantitet, a mundet munges të kuantitetit me e prit kvalitetin? Ja s'mundet, nuk mundesh. Njerë që s'ka thmi, së në mënën që shka mi pasu në thmit e mira, jo njerë du të mi bo thmit, tani mënu që du të mi eduku. Pa i boj ere, së në mënën që shkimi pasu. Në gjdo sen njët që shto shkan mas pare. Mas pare që shto shkan. Një vla bëj këtë do, Allah furnizon me e vlet harit. I thash, bën doa njerë me gru të harit, se s'kesh gru. Tani vinë thmija harit. Se nëse se s'ki gru, doaja është e mirë, po mungese e gru s'harit, pa mundësën edhe arën e thmive të harit. Prandaj me rana. Kjo është përsim kur them krylja e vepra. Motivoj e vetën, se ti apeshe. Domthon një bazë që bo, një stres ekziston. Tash mundem me filluar me nuk për matutje. Mi po mungesa e kësaj, me çka më motivon njëri? Kurse ekziston leximi i Kuranit, nuk ekziston ashta namazi natës, nuk ekziston dhikri ose ibadete shumëta. Nuk çu shkon me motivoj vetën. Peka. Pikur shkafta. Prandaj dua të them që kjo është përsim kryeja veprave. Që të ndihmon, që të motivosh. Vunet, për shembull, nuk është për shembull motiv i mjaftueshëm kur ti tash para Ramazan nalësh dhe thush, që sa Ramazan e më duke agjirune, 5, 6, 10, 15. Po mirë Allah, pëtën që 10 Ramazana, ju shku që shëtë, hajde si vetë një tull të qesën pak ma shumë Allah. Apo, se një bazë ekziston, tash në bazë të kalumës, për dare, për të motivu me të kaluarën, për të përmirësu të ardhmen. Kjo është shumë rëndësi, dhe në ndihmon me të madhen qofë se ne i përdorim Ramazan të kaluar, për përmirësimin e Ramazan të ashëm. Mi po me i shkput, a i ka shku, tash gjithmonë fillim 3, për çdo Ramazan fillim 3, nuk mund është i kur, se i përngjëm i gjithë me gjugjet. Apo, që gropojnë, edhe pak i vynë, neve kajk, pak për në vynë, hajtë bijnë flemë nesën se pa, kur po gjëmë se pa, muri u po që shukon të aman. Ta një pet gropo, punë njëtim të e bo. Jo, Allah, jo, ti gropo, le që të kukon. Tani, jo më lodh, ani s'prish punë. Ndreqe punën që kur t'ja nis vit në arshëm, që aty ku kalon me vazhdu, ma jo për fillimit të pet. Prandaj, në qofë se qështu mendojmë, motivohemi. Shtohet vullneti. Dhe ky vullnet me lenë Allah xhallahu na ndihmon te kalimin e sfidave. Çfarë do qofshin ato? Gjithashtu prej asaj që na ndihmon me lenë Allah në motivim është kuptim e gjashtë ku përmend niyeti. Sinqeriteti. S'ka element më i fuqishëm apo për vullnet atë. Pse? Po i përmend disa aspekte. Aspekti i parë. Sinqeriteti në çka aludon? Fjala sinqeritet kur përmendet, në çka asocion mas pari? Në çka? Në atë se duhet me bo për hir të Allahut. A që kjo? Për hir të Allahut. A nuk është vetë që kjo në veti motiv i mjaftueshëm për me qenë më mirë? Të edhin ku të kimi adërzu këtë Ramazan si vetë? Allahu xhalla xhelaluhu. Andaj, a do me adërzu se të të vjetënë? Këtë motivon apëtën. Jo, vallahi, pak më mirë, inshallah. Nga se njëri, sikur që e kam përmen edhe në raste të tjera, njëri u qysh ka mundësi me e përmirësu cilësinë e veprave, i kam përmen atë 3 sene, e para, është që ta ketë parasysh kujt pja kushton veprën. Që ti për shembull, sikur se thjesht puna e hedijeve. Nëse ti i të bëu gati një, për shembull, je ty i pasur tërë, e shet diçka në tesh, vjetër në kputuc, atë shkon më në mjallon diku që dën. Ja. Shto kputuca e çem do të fukara, normal se ashtu që normal është. Mirë, po kur ka me dikon që ki të shpirtë të dën shumë më sa naftën.
kështu çam i ble, sillu, pshtillu, ai pëlqen, ai apo pse çka bën dallim këtë drejtim? Bën dallim kujt po i dorëzohet apo. Andaj kur ke parasysh se para mendoje që Ramazani si vjetëm është një dhuratë, apo që do të dorëzohet në fund të Ramazanit Allahut Rabbul Alamin. Do të gjithësisë apo. Tash ti më naftën. A është që duhet, a është pak ato që duhet, a kam i pëlqy, a që ky sinqeritet të motivon me kon më mirë atë. Se është për Allahun. Është për Allahun pak më ndryshe duhet me kon atë. Prandaj që kjo është sinqeriteti që neve na motivon, na ushqen me vullnet me kon pak më ndryshe. Dhe gjithashtu për aspekteve të rëndësishme që sinqeriteti na ndihmon në shtimin e vullnetit është se në qoftë se nuk është që duhet pranohet. Apo në qoftë se nuk është që duhet, nuk pranohet. Andaj e bën që duhet veç kush? Veç sinqeriteti. Pra kjo na motivon që të jetë pak më mirë dhe pak më ndryshe. Gjithashtu pika e 7 është që na motivon është kuptimi i drejtë i agjerimit. Në qoftë se na kemi kuptuar se agjerimi nënkupton atë rregullin e thatë juridik. Po, rregull i thatë juridik. Çka është rregulli i thatë juridik? Në këtë librat e fikut nëse kthehesh, thonë es-saumu çka është agjerimi? Agjerimi është të braktisur e ushqimit edhe pijes dhe marrëdhënieve intime nga lindja e agimit deri në perëndim dillit apo. Çka është? Nëse na çitave që morëm, edhe çështu ngjinojmë, s'ka motiv. Se për çikaç s'ka nevojë të motivuosh veç. Mi po nëse e shohim hadithe të tjera ku ka thënë pejgamberi sa men lam yada qawl az-zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi an yada ta'amahu wa sharaba. Thot pejgamberi sa selam kush nuk e braktis fjalën e keqe dhe të vepruarit në bazë të fjalës së keqe. Te Allah s'ka nevojë që dikush me braktis ushqimin edhe pijen atë. Kuptimi i drejtë i agjerimit është se ky agjerim është sikur se ka thënë pejgamberi sa selam as-siyamu junna. Wallahi vetë të kuptim me marrë me menu është i mjaftuar për të motivuar dhe për të pas vullnet të mjaftueshëm për të kalimin e çdo sfidë në Ramazan. Çka nuk kupton as-siyamu junna? Agjerimi është, ka thënë për mburoj. Kam përmendur edhe një herë më herët. Është mburoj. Çka nuk kupton mburoj? Pe kujt ki më mbroj ti me agjerim? A ki më mbroj me agjerim për shembull pe në kerre, pe në stubi, pe çkafit? Jo, agjerimi është mburoj nga zjarri i xhenemit. Tash merr zjarrin e xhenemit, apo ku i ka 70 sa frej, apo 70.000 frej ka. Çdo frej ka nga 70.000 melaçe, e majnë, apo se vërshon i gëlltit njerëz të xhenemi. Edhe kur gëlltit, ti diçka duhesh me mbrojt me veten, çka kimi qit përpara, apo ja çet njëri agjerimin e vet apo. A është i ati kualiteti ose i asaj cilësie agjerimit që i reziston xhenemit? Ti e din apo? Mirë po kuptimi i drejtë, a mundet me rezistu ati zjarri i xhenemit, ne agjerim që kanë të përgojim, ne agjerim që kanë të fjalë të kota, ne agjerim që kanë të fyrje, ne agjerim që kanë të akuza, shpifje, ne agjerim që kanë të shikim në haram, humbje kohe, ne agjerim i karakterizuar me gjitha qëto, apo? A ka mundësi tjetë rezistues i mjaftueshëm për të rezistuar zjarmi i xhenemit? Kuptimi i ditë agjerimi në hijen e vetë që saj se është mburoj të motivon më tepër. Ti e vullën më tepër se jo. Prandaj njerëzit do të ndëruan në dynja, vallahi në dynja veprojnë më ndryshe shumë se ç'i bën raport me xhenemin. Cili njeri e marrën shtëpinë e tij pe letra? Ma lirë është, ma letë është. Pse se bën ato? E dimni çaj bën dimit? Domthon s'mjafton letra murujt pe dimni ato. Për ata se morën pe letra. Me konë që kushtet klimatike të na lejojnë, komplet, hecë s'ka pikë problemi, me konë pe i kartoni, a këshim bo shpia që shtot po? Shumë ma lirë shkon, ma thirë shkon. E pse duhet të nej mure, të nej temene, pse? Po frynë hera, bjen shi, dëmon, rëthanët e jashtme, që kjo shpi duhet në rumë për tyne, në bën me konë me efort. Është normal që shto? Po që shto më ne atë agjerimin e vëlla, ka era tje, ka ftëfte, ka zjerme, gjithë shka bjen, tash duhet me di që ki izolim e herune vëlla. Që ki agjerim, a shpije mjaftueshme që i reziston kësaj naftën. Në bazë të kësaj, motivohesh
Ki vullnet pastaj për me ndërtu ma mire, me qef puna, ne bon, keti bon, tullat e ke pata njësë ndëshin shpija, edhe pëse është zhegë sene, se gogale se keti ka met, kur si këtu tani, flat në bohet e tani, era së më rokë më kure, që sot e ka qefin. Andaj ne të shumë që sot ti me kuptua gjerimin, dhe kur se kuptan, vallahi shumë motivosh, ki vullnet ndryshe për me prite, për me kalua, me zje pret këtë Ramazan. Gjithashtu, e teta që të motivon është të kujtuarit e vazhdueshëm të qëllimit përfunduar nga xhirimi. Çka po kërkohet në këtë xhirim? Po kërkohet me qenë takwa, devotshmëri me arritur. Devotshmëria nganjëherë është problem me definu. Është term i përgjithshëm. E po çka po duam ju thonë diçka për devotshmërinë çto shkurtimisht apo. Duhet ju them vazhdimisht se devotshmëria e kërkuar është që besimtari përmes agjërimit të fiton një lloj imuniteti të mjaftueshëm për të përballuar me virusat që vijnë pas Ramazanit. Që kjo devotshmëria shkurtimisht çka ty vjen në Ramazan. Do të thotë, duhet të jesh imun deri në atë mos që shumë virusa që vijnë pas Ramazanit mos më të smuafton. Me konti i fortë, mos më të plagështuar. Andaj, edhe kjo, pasi Ramazani po kërkoj me shku dikon, e pas ka një qëllim, duhet diçka të realizohet, një rol duhet të kryhet këtu. Gjitha këtu me lejnë Allah në qëfë se i kuptojmë drejt dhe i synojmë të realizojmë, me lejnë Allah Gjellewala na motivojmë. Po do të mi gutë se edhe koha se duket e lejuar për këtë legjerat dhe se duket nërë dhe kaskadu, po shpejt pikërisht të. Gjithashtu ajo që na jep vëndet dhe ma tepër është kujdesi i vazhdueshëm që ta ruajmë agjërimin nga gjitha që mund të aprish. Një njëri për shembull i cili gjithmonë e ka dert, mos të bëj, që e bën vetë sikurse një non që i ka 100 vezvese me rytmin e vet atë. Apo këtë gole se urzu, ra kape, këtë që si stres është atë. Apo vështirë është mia sa me raptën. Shumë vështirë është atë. E ka dar Allah po. E po, ma shtiri që soj bjen si asoj, të të hajtë më rëdilë se më ke lodhë mua. I cilës ma shtiri bjen? Andaj, edhe aj që thot agjerimi, aj se ruhet agjerimi së problem, edhe aj që me druar unë, e ka ma strejtin, apo, kjo jep vullnet, apo, jep vullnet se e dim për çka po sakrifikon. Sikur se nona që nuk lodhet kur se kujdesi për fëmin, apo edhe pse është duke e lodh realisht, mirë po kur din çka o të rujt, fëmin e vet motivohet edhe ka vullnet edhe sa ti e gjallë në trujave. Që ta për nonën apo kur nuk bosh burr. Gjithmonë një fëmijë i sa i vogël atë. A ke pa edhe kur ti bësh ka njerëz në kumpaj ka 50 vjet, nona i thot hala sikur se i thekë kur ka pas 5 vjet. Biri jam ruju, çasi fjalori, nona se ndron atë kur pse gjithë edhe kur s'lodhet të thon. Pse? Po djalë mua, ç'a dashte mua. Çike apo. Andaj atë Ramazanin, nëse kiç është thot, e ruan si fëmin tan, motivohesh, ki vullnet, s'lodhesh kur. Pse? Se din çka i turujt atë. Andaj kujdesi i vazhdueshëm me Ramazanit, që mos dëmtohet, mos zbehet shpërlimi i tij, mos prisht imazhi i tij. Ky kujdes i vazhdueshëm t'ia vullnet. Pse? Se din për çka jetu mua atë. Edhe e dhjeta është përfundimi i saj që është para përgatitje për të hyrë në temën e dytë, apo është vullnetin ta jap selefi. Lexoj ata edhe këqyr me kënje ngar në Ramazan apo. Në ky Ramazan është një shteg ku kanë garuar dhe garojnë vazhdimisht garues të ndryshëm, të cilët të gjithë kanë një qëllim të saktuar. Ajo është të arrijnë kënaqësinë e Allahut azza xal. Nuk ka garues në këtë shteg i cili është fund këtë shteg e që nuk e synon kënaqësinë e Allahut xhalla wala dhe xhenetin. Andaj shikoj garues që kanë kaluar dhe që kalojnë edhe sot, apo edhe me lejen e Allahut xhalla wala ata duhet me të ashtu vullnetin. Sigurisht, edhe pse ti di që s'mush me arrit, po s'pako ata t'i japin vullnet. Po t'i japin vullnet. Tash aty kur e ke pa kur i mesin e njerëzve të mirë. Edhe mos e pasat më çu më fal, për namaz natës, ana kur ton çonë s'ki çara pa ushuti. S'ki çara ti pa bë mirë. Me konjërin e udhë bëra shumë i presht apo. Prandaj domthon Ebu Muslim el-Khawalani kur i kanë lodh kom nga namazi i natës, çka ka bëu? Ai se ka ditë që smunët sa i me Abu Bekrin mushtria. Ka ditë këtë punë. Mirë po, e ka motivu vetin me Abu Bekrin.
Andaj, ka thonë, a mendoj Ebu Bekri Omeri që kanë lonë mas veti njerës që sënë burra, Allah i këna mushtu me të dera e gjenetit. Që aty këna mushtu kush ka me hi pare. Garë. E kujtoj e Allah në rumë, që kanë bua ata për këtë Ramazan. Që kanë kalu ata, po ti motivohesh, Allah, stimulohesh, ki vullnet për me ecë. Se ka vendosë Allah në këtë shtek, të ka ndëru, të ka qitë këtë shtek. Ka njerëz vallai i ka qitë në shtek duan gjive, shtyt kush pin më shumë cigare në ditje. Ata çata e kanë ata, çat punë. Do shtyen kush po bën zinë më shpesh. Ka si garus. Shtyen kush ka bën më shumë, kallzojnë deri ka si klube për si punë. Ka që shtyen kush pin më shumë, edhe qindron kom. Unë i pi 10-s rrezona, atë janë 15. Ata lon që steki ka qitë vllapton. Ata që aty shtyen. Ti Allah të ka qitë shtek të Bubekrit afën. Kjo është nder në veti. Të ka ndëruar që ti po shtyhesh, kush po i parin në xhenet. As kush po rrin më shumë kom tu pi, apo jo kështu ti sik cigara afën. Ai nuk është kjo motiv, a nuk është kjo vullnet në veti që është marrë më ne tash kom kryq në shtek afën. Bënë pak ecë burr. Një maja bënë pak, jepi kom me pak. Kjo ti jap vullnet. Apo të krahasuarit me ata që janë pjesëmarrës në këtë garë. Më që me këto 10 pika me lenë Allah xhallahu ala nëse na domthon i përzim me jetën tonë, me përditshmërinë tonë në Ramazan, pse tash 10 pikë në veti ka serimet, i ka 9 serimet e veta, por unë ndoshta më i prezantoj këtë përgjithshme në disa serime të shkurta, do të thotë se si ka mundsi një musliman me të kalu sfidët e Ramazanit. Thash i të kalon me vullnet. Po me vullnet, me ambicie dhe me këmbgulje. E kjo arrihet me çto? Se kjo s'vjen tek kjo sot ato. Prandaj na duhet dia edhe vullneti. Pastaj na duhen të dyja së bashku për të arritur atje ku duhet. Kjo është që dëshirova me përmend në këtë pjesë të kësaj ligjërate. Allahu Allahu xhallahu ala që këtë Ramazan të na jap vullnet, ambicie të mjaftueshme për të kaluar të gjitha sfidat që na e zbejnë dhe rrezikojnë agjërimin. Dhe gjithashtu, lutem Allahun e madh që na mundson që na jap vullnet dhe ambicie që të arrijmë qëllimet tona të pastrimit nga vesë të këqija, të falës së gjunave dhe të arritjes së shpëlimeve të mëdha që shpërndan në këtë muaj të bekuar. Me kaq po i do fund, Allahu i shpëlbeft sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima katira.